Një nga dëshirat më të forta që kanë prindrit është si t'i bëjnë fëmijët të zbatojnë komandat e tyre sa më shpejt dhe pa shumë ankesa. Një mjet që ndihmon në arritjen e këtij qëllimi është kalendari i shpërblimeve, një sistem shpërblimi ku fëmia merr një yll për çdo sjellje të dëshiruar dhe më pas këto yje konvertohen në plotësime të disa privilegjeve të caktuara që kërkon fëmia. Në familjet amerikane, kjo është një mënyrë prindërimi shumë e zakonshme. Këto sisteme edukimi funksionojnë shumë mirë për momentin, por problemi qëndron në faktin se ato krijojnë pasoja negative afatgjata si për fëmijën ashtu dhe për familjen. Kalendarët e shpërblimit janë mjete psikologjike të fuqishme dhe ndikimi i tyre nuk është thjesht një rritje motivimi, por një ndryshim të rësori sistemi të menduarit, duke ndikuar ndjeshëm dhe marrëdhëniet me prindrit. Këta të fundit, që kanë përdorur këto sisteme shpërblimi, pas pak kohe, janë gjendur para një fëmije që nuk bën asgjë për familjen, pa e ditur paraprakisht se çfarë do të përfitojë. Në disa raste të tjera, prindërve ju është dashur të rrisin vazhdimisht çmimin e shpërblimeve për ta mbajtur akoma nën funksion kushtëzimin e fëmijës së tyre. Të tjerët vure se kur u jepej fëmijëve shpërblim për sjellje për kujdesëse, dëshira e tyre brendshme për të kujdesur për njerëzit shuhej. Ekonomistët behavioral janë munduar të shpjegojnë këtë efekt. Nga perspektiva e tyre, qëndrimi problematik i fëmijëve të rritur me këto sisteme shpërblimi është një reagim i paparashikueshëm nga përplasja e normave sociale me normat e tregut. Dan Ariely, ekonomist behavioral, gjeti se kur këto të dyja përplasen, normat e tregut i tejkalojnë normat sociale duke i dhënë më shumë fokus tregtisë se sa marrëdhënieve njerëzore. Rrjedhimisht, kur prindrit fusin sistemet e shpërblimit në familje, ata janë duke prezantuar normat e tregtisë në familje, e cila është një ambient ku kanë bizotëruar tradicionalisht normat sociale. Ai sugjeron prindrit të mendojnë mirë efektet afatgjata negative të këtyre metodave të shpërblimit që funksionojnë për momentin. Çfarë ndodh nëse fëmia mendon ekzistencën e tij në familje si punëmarrës? Nëse ju krijoni marrëdhënie tregtie me fëmijën tuaj, çfarë duhet të prisni kur ai të rritet? Dan Ariely shton: unë nuk po them se një shpërblim i vogël do t'ju çojë tek shtëpia të moshuarve më vonë, por po ta mendoni thellë, është një hap në atë drejtim.